Një incident tjetër i rrezikshëm ka ndodhur në hapësirën ajrore të Turqisë, pasi një raket balistike e lëshuar nga Irani u identifikua dhe u neutralizua nga sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s. Lajmi u konfirmua nga Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare, e cila bëri të ditur se raketa u zbulua menjëherë pasi hyri në hapësirën ajrore turke, si dhe u shkatërua nga elementet e mbrojtjes ajrore dhe raketore të aleancës së vendosur në rajonin e Mesdheut Lindor. Sipas autoriteteve turke, ndërhyrja e sistemeve të mbrojtjes ishte e menjëhershme dhe e koordinuar, duke shmangur rrezikun për zonat e populluara. Megjithatë, disa fragmente të municionit të shkatruar ranë në zona të pabanuara në provincën juglindore të Gaziantepit. Fatmirësisht, nuk raportohet për viktima apo të lënduar, ndërsa ekipet e sigurisë dhe specialistët ushtarak janë dërguar në teren për të analizuar mbetjet e raketës, si dhe për të vlerësuar situatën. Në reagimin e saj zyrtar, Ministria Turke e Mbrojtjes theksoi se Ankaraja virion të mbetet e përkushtuar ndaj stabilitetit rajonal, si dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore, por paralajmëron se çdo kërcënim ndaj territorit ose hapësirës ajrore turke do të marrë një përgjigje të vendosur. Autoritetet shtuan gjithashtu se sistemet e mbrojtjes ajrore të vendit janë në gatishmëri të lartë. Ndërkohë, zhvillimi ka shkaktuar reagime edhe në planin diplomatik. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se për shkak të situatës së sigurisë janë pezulluar përkohësisht shërbimet konsullore në pjesën jugore të Turqisë. Sipas deklaratës, konsullata e përgjithshme e Shteteve të Bashkuara në Adana ka ndërprer aktivitetet dhe i ka kërkuar stafit diplomatik, jo thelbësor, si dhe familjarëve të tyre, të largohen nga zona. Zyrtarët amerikan kanë theksuar se masa është parandaluese dhe lidhet me vlerësimin e rrezikut në rajon, ndërsa situata po monitorohet nga afër në koordinim me autoritetet turke dhe aleatët e NATO-s. Incidenti vjen në një moment kur tensionet në lindjen e mesme dhe në Mesdheun Lindor mbeten të larta, duke e kthyer rajonin në një pikë të ndjeshme për sigurinë ndërkombëtare. Analistët paralajmërojnë se çdo zhvillim i tillë rrit rrezikun e përshkallëzimit dhe kërkon koordinim të kujdesshëm diplomatik, si dhe ushtarak mes vendeve të përfshira.